Nuk kemi ardhë këtu me rajt, kemi ardhë në thonë të vërtetën. E vërteta është që asë njëri prej nesh nuk jemi të pagabushëm. A është qashtu? Veç Zoti ati i kofshin falë është i pagabushëm. Qashtu është, perenia. Na jemi njerëz, jemi në politikë, po më e rëndësishme është që qëllimin e kemi të mirë. As një vendim i yni deri sot nuk është bo me qëllim të keq. As me dëmtu dikan, as me i hyn hatër dikuj tjetër. Vendimi im për mi caktu zgjedhjet me 28 dhjetor ka qenë që kam thonë edhe botërisht, që sa ma shumë qytetar me pas mundësi me marë pjesë në zgjedhje. Unë e du mërgatën shumë, me gjithë zemër i du. E kom pa qysh shqiptarë amerikantë na kanë hapë dyrë derit në shpinë e bardhë. Kur nuk ishëm rri Kosova pa ta me i hapë dyrë të shtëpisë së bardhë. Krejt e din. I madh dhe i vogël shqiptarët prej të natrojeve shqiptare janë bo bashkë në rrugë të New Yorkut e Washingtonit deri sa ja kanë hapë Ibrahim Rugovës dyrët në shtëpinë e bardhë. E që ajo dere hapun, na ka sjellë pastaj neve lirin këtu, është qashtu. Kështu që për tan jetën, Vjosa Osmani kom i qëndru falenderuse mërgatës. Edhe kur s'ko me mujt me ja u kthy për që kanë bo ata për Kosovën. Data 28 dhjetor pak u konë, që ka duhet na me bo për mërgatën. Po tash e kem 7 qershorin. E që në punoni se s'ka mu anku. A bën qashtu? Hajde, jo vish me 2 veta sa rrihet as një fitore. Ote. Me 7 qershor s'ka kush ankohet. A është qashtu?